Result, flasim pak edhe për punën. Nuk po du tashme te I kalu krejt atë pjesë, si po shkon gjithçka, tashme normalisht se çdo shikues. Edhe unë jam rrit me ty. Faleminderit shumë. Edhe çdo shikues ka eksperiencë të mirë edhe emisionin që e ke e bën një punë të mrekullueshme. Sa e shijon ti tash? Se nuk po të thëmë sa e ke vështirë, se ti vështirë nuk e ki, sa e shijon. Unë fola për shpërndarjen e dashurisë dhe sigurisht që një pjesë shumë të rëndësishme të dashurisë time e kam ekskluzivisht për punën time. Jam shumë I lumtur që edhe pas 26 vjetësh në gazetari e kam pasionin, e kam dashurinë, e kam dëshirën për punën. Dhe energjinë e njëjtë. Edhe energjinë të cilën mundohem ta transmetoj tek shikuesit apo tek audienca. Tani, unë mund të them se me Libero figurativisht kam rilindur, ose kam lindur për s'dyti në profesionin tim. Sepse natyrisht pjesa e lajmeve është një dashuri që zgjat prej vitit 2000, pastaj pas 18 vjetësh e kam pas një pauzë të shkurtër dhe kur u riktheva në ekran, kur ndodhi ATV-ja, unë e pyesja veten se çfarë mund bëj diçka që të më jap po atë dashuri që e kisha për profesionin edhe për gazetarinë. Dhe Libero është diçka e tillë që faktikisht është shumë e ngjajshme me mua ose është krejtësisht unë jam Libero, Libero është unë dhe po e bëj punën me shumë dashuri edhe me shumë kënaqësi. Çfarë më shijon tani? Më shijon tani se ju jap mundësi njerëzve që të vinë në ekran. Ju jap mundësi edhe atyre që shumë të tjerë u mbyllin dyert. Shumë të tjerë I largojnë nga ekrani. Ndërsa unë u jap mundësinë me shumë kënaqësi që të vinë edhe të rrëfejnë apo të tregojnë historinë e tyre. Përveç kësaj, ju jap mundësi që të vinë edhe të flasin dhe dikush t'i dëgjojë në ekran me qetësi apo edhe t'i nxjisë me pyetje të gjithë personave që mund t'jenë edhe zakonisht janë figura shumë të njohura publike ose që kanë një karrierë shumë të gjatë. Pra më bën shumë përshtypje dhe më jep shumë kënaqësi fakti që njerëzit zgjedhin të vinë tek unë edhe të rrëfehen pa dorëza, po them kështu miqësisht në ekran.